Sot po përgatisim një nga recetat më të vjetra tradicionale dhe më të kërkuarat nga ju. Do të përgatisim kajmakçinën, por këtë radhë do ta bëjmë në tepsi. Fillimisht do t'i marrim vezët. Sigurohuni që vezët i keni në ambient thume. Unë kajmakçinën sot po e bëj me vezë të fshatit bio. Ju lirisht mund që ta përgatitni me çfarë do lloj veze që ju gjendet në shtëpi. Recetën e kësaj kajmakçine sot do ta përgatis me 2 litra qumësht. Për 2 litra qumësht do të përdorim 14 koka vezë. Pra për 1 litër qumësht shtojmë 7 kokra vezë. Vazhdojmë tani të bëjmë bashkë në një enë më të madhe. Tani në një enë më të madhe vazhdojmë që t'i shtojmë 14 kokra vezë. Pasi kemi shtuar vezët, vazhdojmë që ta shtojmë sheqerin. Sa kemi shtuar vezë, shtojmë aq edhe sheqer. 14 lugë gjelle të plota me sheqer. Tani vazhdojmë që ta përzijmë në tel kuzhina për disa minuta. Kur përgatitni kajmakçinë, mos e përdorni miksirin. Përzierja bëhet me lugë. Përzijmë kështu për disa minuta derisa të sigurohemi që sheqeri është trepur mirë tek vezët dhe të shkumohet mirë. Tani, pasi kemi rrahur mirë vezët, vazhdojmë që ta shtojmë qumshtin. Qumësht në total për këto masa do të shtojmë 2 litra me qumësht. Vazhdojmë e shtojmë edhe litrën e dytë me qumësht. Lloji i qumshtit që unë po e përdor është drina me 3.5% yndyrë. Sa më lartë yndyra tek qumshti, aq më i mirë ju del kajmakçina. Përzijem tani edhe një herë, derisa të sigurohemi që vezët sheqerit të rrahura mirë na lidhen bashkë me qumshtin. Tani, pasi e kemi bërë përzierjen, duhet patjetër që masën ta kullojmë nëpërmjet një kulluses. Tani marrim një tepsi. Unë po përdor një tepsi qelçit. Dhe masën e kajmakçinit që e bëm gati e shtrojmë në tepsi. Pasi e kemi shtuar në tepsi, tani vazhdojmë që kajmakçinën ta fusim në furrë. Furra është e parangrohur në 220 gradë. Por në momentin që do ta fusim kajmakçinën, do ta ndalojmë zjarrin në 120 gradë. Dhe në temperaturë mesatare për 120 gradëve, lejojmë brenda që të piqet dal nga dal, duke u siguruar që mos na merr val në asnjë mënyrë. Në momentin që kajmakçina ju merr val, do t'ju prishet. Prandaj bëni kujdes. Do të lejojmë që në zjarr mesatar të pjeket diku për afërsisht 1 orë. Dhe pas 1 ore në furrë, edhe 2 orë tjera në ftofje, kajmakçini është gati. Shpresoj që do ta provoni edhe ju dhe do ta shijoni. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.